Kemi brav. Pra tani kemi v. Kur v, pra fao, është në fund të rrokjes ose të fjalës. I sjellshëm është për qëllim brav. I sjellshëm, i mirë edukuar. Pra në këtë rast e shohim që v-ja, v nuk shqiptohet v, sikur se shqip v, por f. Themi brav. Pra i sjellshëm ose e sjellshme. Pra kur dikush është i sjellshëm, ose i mirë edukuar, një person. Pra brav, i sjellshëm. Se tani natyrisht kur të emra ndryshon varësisht prej gjinisë. Pra brav është për qëllim i sjellshëm. Edhe e shohim që v shqiptohet si f, dhe nuk shqiptohet v. Nuk themi brav v, por themi bra f. Brav i sjellshëm. Pra në këtë rast v-ja lexohet si f. Ose kemi për shembull das motiv. Das motiv. Das motiv është për qëllim motivi, pra. Edhe natyrisht e shqiptojmë si f, me që nësë është në fund të fjalës. Das motiv. Das motiv. Motivi. Pastaj çfarë kemi? Alternativ. Alternativ. Alternativ është për qëllim alternativ, pra dhe shqip e përdorim, pra alternativ, mirë po, gjermanisht e shohim që v-ja shqiptohet si f, pra alternativ. Alternativ, pra sepse është në fund të fjalës shkronja v. Një shembull tjetër kemi aktiv. Aktiv, f pra. E shqiptojmë v-n si f. Është për qëllim aktiv. Për shembull der vulkan ist aktiv. Vulkani është aktiv, për shembull. E që shpresojmë domethënë të shihni shembujt që kemi përmendur tek shqiptimi i shkronjës fao, pra shkronjës v, sepse natyrisht fao shqiptohet në gjermanisht si f, mirë po ka raste tek disa fjalë që janë të huaja, që përdoren në gjermanisht që faktikisht lexohet si v. Për shembull der Vulkan, nuk themi der Vulkan, por themi der Vulkan ist aktiv. Pra aktiv e shohim që e shqiptojmë si f, aktiv. Kur është v, pra në këtë rast në fund të fjalës.